Mungesa e barnave në klinikat e QKUK-s pothuajse është bërë e zakonshme. Një nga preparatet më thelbësore për trajtimin e hipokalemisë, kaliumi, mungon në klinikat e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Një prind i cili i është drejtuar kohës ka thënë se është përballur me mungesën e këtij ilaçi për djalin e tij, i cili kishte probleme me të vjella. Ka qenë e tmerrshme, në klinika mungon edhe gjëja më bazike që përdoret më së shpeshti, kaliumi. Kur më thanë se edhe për këtë ka mungesa kotudit, u tmerrova, në çfarë vendi jetojmë. S'ka pothuajse asgjë gati, çdo gjë duhet ta blesh me para. Mungesën e këtij ilaçi e kanë pranuar edhe nga barnatoria qendrore, duke thënë se është shkaktuar nga dështime të mëhershme në procesin e kontraktimit. Produkti kalium është në procedurë të kontraktimit pas disa dështimeve për kontraktim. Njohësi i politikave shëndetësore Vlorian Molliçaj paralajmëron se situata ka gjasa të përkeqësohet edhe më shumë nga fillimi i vitit të ardhshëm, kur sipas tij nuk do të ketë më buxhet të mjaftueshëm as për listën e barnave esenciale. Pritet që kjo krizë të thëllohet edhe tutje dhe fatkeqësisht kjo krizë të thëllohet në kurriz të pacientëve tanë. Prandaj urgjentisht kërkohet nga institucionet relevante që të krijojnë përshpejtim të procedurave sa i përket aprovimit të barnave që tashmë janë aprovuar të përdoren në vendet e Bashkimit Evropian, po ashtu të jepet prioritet ankesave në organin shqyrtues të prokurimit që barnat ankesat për të nderit për listën e barnave esenciale të trajtohen shpejt. Edhe pacientët në onkologji tash e disa javë janë përballur me mungesën e palbociclibit, një ilaç që përdoret për trajtimin e kancerit të gjirit në fazë të avancuar. Në SHSKUK patën thënë se sasia është harxhuar më shpejt nga sa ishte parashikuar. Koha ka mësuar se ka mungesa edhe të vitaminës B kompleks, por për këtë SHSKUK-ja nuk është përgjigjur. Vetëm javën e kaluar televizioni kishte raportuar për krizën në rritje të furnizimit me barna në QKUK. Një infermiere që foli në kushte anonimiteti kishte deklaruar se situata është kritike.